Të flasësh për haxhin, faktikisht do të thotë se flet për një prej ibadeteve më të vlefshme dhe obligative të besimtarëve në jetën e tyre. Haxhi është obligim i prerë dhe farz për besimtarët të cilët i plotësojnë kushtet. Këtë normë të haxhit e kuptojmë nga ajeti kuranor ku Zoti fuqiplot thotë: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul beyti man istata'a ilayhi sabila." Për Zotin e Madhërisëm, vizita e Ka'bes është obligim për çdo besimtar të cilët kanë mundësi të udhtojnë deri atje. Mirë po, për dallim nga obligimet e tjera, obligueshmëria e haxhit është e papërsëritshme, që do të thotë është obligim vetëm një herë në jetë, për këtë arsye quhet edhe obligimi jetësor i besimtarit. Mirë po, për ta kryer këtë obligim apo këtë ibadet, besimtarit duhet të plotësoj disa kushte. Ato kushte janë: të jetë në moshë madhore dhe të jetë i mençur psiqikisht, saqë e kupton mirë pse e kryen atë ibadet. Të ketë shëndetin fizik të tij, nga se siç edhe dim, nga ritualet e haxhit është vrapimi mes kodrës Safa dhe Marwa, qëndrimi në Arafat, tavafi rreth Ka'bes, pra obligimet e cilat kërkojnë lëvizje fizike e rëndom ato nuk bëhen pa mund dhe angazhim fizik, andaj duhet pra që personi të jetë i shëndosh fizikisht për ta kryer këtë obligim. Po ashtu një prej kushteve tjera është që të jetë i përgatitur materialisht, nga se Zoti me mëshirën e vet këtë obligim nuk e ka bërë obligim mbi ata të cilët nuk kanë mundësi, por pikërisht për ata të cilët kanë mundësi të udhtojnë deri tek Ka'beja. Për ta kryer këtë ibadet, pa diskutim se duhet të respektojmë të gjitha obligimet qendrore të haxhit, e padyshim një prej tyre është qëndrimi në Arafat. Arafati është një kodrin jashtë Ka'bes, jashtë territorit të haremit, afërsisht 20 kilometra larg Ka'bes, ku haxhilerët të veshur të gjithë me petkun e bardhë obligohen që të dalin në atë kodër për ta shpreh adhurimin, për ta shpreh për uljen e tyre të plot ndaj krijuesit fuqiplot. Në atë kodër haxhilerët dalin në ditën e 9 të muajit Dhulhixhe dhe është sunet që të qëndrohet nga mëngjesi deri në mbrëmje apo në perëndim të diellit dhe të shfrytëzohet ajo ditë aty. Mirë po, vajxhib është nga mesdita, pra nga momenti kur dielli është në zenit e deri në perëndim të diellit. Mirë po, obligohemi, pra është farz, që në Arafat të qëndrohet të paktën një moment nga koha e zenitit të ditës së 9 të Dhulhixhes e deri në mëngjesin e ditës së 10 të Dhulhixhes. Dhe nëse nuk qëndrohet të paktën për një moment në Arafat, faktikisht haxhi konsiderohet i papranuar ose i pavlefshëm. Për rëndësinë e kësaj dite kanë folur shumë ajete kuranore, kanë folur shumë hadithet pejgamberit alayhis salam. Ndër ajetet kuranore e kem ajetin ku Zoti fuqiplot thotë: "Wa shahidin wa mashhud", pasha ditën e dëshmuar në të. Komentatorët e Kur'anit kanë thënë se dita e dëshmuar është dita e Arafatit, për shkak se me laçet e Zotit bashkë me haxhilerët dëshmojnë në Arafat për të kryer lutjet e tyre atë ditë. Kështu që në Arafat pra qëndrojnë haxhilerët për ta kryer një nga obligimet qendrore të tyre atë ditë. Ndër veprimet që preferohen që të përkushtohemi në to në ditën e Arafatit janë lutja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith: "Khairu du'a du'aul Arafa." Duaja më të mirë që e bën besimtari në jetën e tij është duaja në ditën e Arafatit. Andaj preferohet që këtë ditë ta kalojmë duke i lutur Zotit fuqiplot
për nevojat tona personale, familjare, për popullin, për shoqërinë, për nevojtarët, për të gjithë. Po ashtu preferohet dhe është sunet që ta agjerohet, mirë po vetëm për neve që nuk jemi në haxh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith, vlera e agjerimit të ditës së Arafatit i mund gabimet e 2 viteve, pra gabimet e vogla. Mirë po haxhilerët të cilët janë në Arafat ata nuk bën të agjerojnë, nga sa ata do të jenë sa më të freskët dhe sa më të fortë për të lutur atje në atë vend edhe për çka kanë shkuar faktikisht. Pastaj preferohet leximi i Kuranit dhe përmendja e Zotit sa më shumë që është e mundur, nga se edhe leximi i Kuranit edhe dhikri që e quajmë ne në terminologjinë fetare konsiderohen për ibadeteve kryesore edhe veprave të mira. Po ashtu, në këtë ditë të madhe preferohet çdo vepër e mirë, jo vetëm që është ibadet, po qoftë edhe vepër ndërnjerëzore në këtë dynjë, si për shembull duke filluar nga buzëqeshja që e bëjmë para dikoj, ndihma ndaj nevojtarëve, ndaj skamnorëve, respekti prindërve, familjes, falja e dikujt që të ka bërë zullum ose padrejtësi e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe për këtë çështje ka thënë në një hadith, nuk ka ditë që Zoti fuqiplot i vlerëson dhe i don veprat e mira më shumë se atë ditët e Dhulhixhes që pa pikë dyshimin e to është edhe dita e Arafatit. Kjo ditë ka veçori të rëndësishme në historinë e muslimanëve. Veçoria kryesore e kësaj dite, pra ditës së Arafatit, është se konsiderohet dita e plotësimit të nimeteve, mirësive të Zotit ndaj besimtarëve. Në këtë ditë pikërisht ka zbritur ajeti kuranor El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot për juve e kam kompletuar fen tuaj, pra normat e Zotit janë kompletuar. E kam përsosur nimetin tim mbi juve dhe jam i kënaqur se ju ta pasoni këtë islam për fe në jetën tuaj. Për ata edhe njihet pra ditë e plotësimit të mirësive të Zotit. Transmetohet një ndodhi interesant në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu. Thuhet se një xhefut kishte shkuar te Omeri dhe kishte thënë se te ju ka zbritur një ajet që po të na kishte zbritur neve, do ta merrnim atë ditë si ditë krente, ditë feste. E Omeri kur e kishte pyetur për cilën ajet është fjala, i kishte thënë El-yawma akmaltu lakum dinakum, është ajeti pra që sot u plotësova nimetet e Zotit. E Omeri radiallahu ta'ala anhu kishte thënë për Zotin e Madhreshëm, e di vendin se ku ka zbrit dhe kohën kur ka zbrit. Ka zbritur në kodrën e Arafatit, në ditën e Arafatit që ka qenë ditë e xumah. Po ashtu, në këtë ditë është një veçori e veçantë. Ajo ditë është dita kur e kemi marrë hutbën lam të mirësen nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Porositë e fundit të dërguarit të Zotit për umetin e tij, për popullin, për njerëzit të mbarë. Emanetin e fundit që e la për njerëzim. Është hutbeja e cila edhe pse është e shkurtër, në vetveten ngërthet kuptim të madh dhe të rëndësishëm, që po të mundim ta praktikonim atë hutbë, pra këshillat e asaj hutbe në jetën tonë, do të na mjaftonin për një jetë njerëzishme edhe me dalë para Zotit fuqiplot me faqe të bardhë. Në atë hutbë përmendet e drejta familjare, e drejta shoqërore, se jeta do të jetohet në paqe, pa bela dhe probleme mes veti, duke respektuar të drejtën dhe duke dhënë lirinë që të gjithëve, duke luftuar racizmin nga se nuk ka përparësi i bardhën nga i ziu, e as arabin nga jo arabi, e as njerëzit në bazë të ngjyrës dhe identitetit të tyre, por në bazë të devotshmërisë dhe sinqeritetit të tyre. Është hutbja më madhore që është thonë ndonjëherë. Dhe veçoria e fundit e kësaj dite është se kjo ditë konsiderohet ditë e amnestisë së besimtarëve nga mëkatet. Nuk ka ditë që Zoti fal besimtar më shumë se ditën e Arafatit. Ka një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, nuk ka ditë që Zoti liron dhe fal besimtar më shumë, fal pra nga gabimet e tyre më shumë se sa në ditën e Arafatit. E dhash Zoti fuqiplot që të jemi prej atyre që na fal Zoti, na liron dhe na parkon me mëshirën dhe rahmetin e tij në dynja dhe në ahiret.